Pra si mund të jetë banjo, muret janë të plasarituna, hapësira është jo e ndërtume në kushte të mira. Pra si mund të shenë që kjo është gjendja, po i shojmë që dyert janë të vjetra, salla e cila përdoret për kontaktin prind-fëmijë nuk e kishte gjendjen më të mirë të mundshme për me zhvillu një kontakt mes fëmijës dhe prindit. Sa i përket infrastrukturës, që është e vjetër, edhe kemi pas pamundur ndonjë intervenim shkaku i financave dhe pajtona plotësisht që duhet një investim i brendshëm. Që është gjendja e banjeve. Pra si mund të jetë banjo, muret janë të plasarituna, hapësira është jo e ndërtume në kushte të mira. Në pjesën e korridorit mundeni me pa që janë disa prej pajisjeve cilat munden me ka jashtë përdorimit, po që janë vendosë pra në katin e parë të qendrës për punë sociale në Viti, gjitha dyert e zyrtarve social në katin e parë janë të mbyllura, po hypin lart me këshynë se është dikush, për ndryshe si në çdo qendër sociale deri më tani nuk gën lifti, hapësira e parë, në cilën njerëzit që me nevoja të veçanta munden me i shfrytzu për me hyp. Pra si mund të jetë një zyrë, është boshe. Që kjo është zyra për kontaktin prind-fëmijë. Deri më tani asnjë prej zyreve nuk ka. Pra si mund të sheni që kjo është gjendja, po i shojmë që dyert janë të vjetra, salla e cila përdoret për kontaktin prind-fëmijë nuk e kishte gjendjen më të mirë të mundshme për me zhvillu një kontakt mes fëmijës dhe prindit. Kjo është njëra prej dosjeve, pra nëse hyn dikush aktualisht në qendër për punë sociale, ka qasje në krejt dosjet e mundshme, për shkak që, siç po shihet, gjitha në tokë, pra është një gjendje kaotike këtu në pjesën ku po mbahen pajisjet higjienike. Njëjtë edhe në këtë dhomë, pra si që mund të sheni për shkak të jo digitalizimit të dosjeve, pra gjitha dosjet janë fizike dhe të njëjtat janë të lanuna në njënën prej dhomave e ku, pra në orën 12 sot kemi ardhur në qendrën për punë sociale në Viti me pa gjendjen, nuk është kërkush brenda kësaj qendre, gjitha dosjet cilat munden me u konsideru edhe të ndjeshme. Pra gjithë cili person në këtë moment se futet në qendrën për punë sociale ka qasje me gjitha dosjet të qendrës për punë sociale. Njëjtë edhe në tualetin në katin e dytë, gjendja është e tillë. Ajo që mundemi me pa diçka e ri ose e restauruar, po i shohim që drejtoret janë treja. Ndërsa hapësira e brendshme e kësaj qendre për punë sociale në Viti është e vjetër duke nisur që nga zyrat, dyert e zyrave. Pra e pam, qysh tualetet e kësaj qendre për punë sociale nuk janë në gjendjen e duhur.
hapësirat të brendshme nuk arrete me i pa për shkak që gjitha zyret të cilat gjenden brenda kësaj qendre për punë sociale, pra janë të mbyllura. As drejtoresha, as punëtorët social nuk ishin në vendin e tyre të punës 5 minuta para se me u bo 12, pra edhe kur zyrtarisht fillon edhe orari i pauzës. Në anën tjetër, hym brenda për me pa gjendjen, në katin e tretë të kësaj qendre për punë sociale, pam dosje të shumta të cilat duhet të jenë konfidenciale e që trajtohen nga punëtorët social. Përveç hapësirës këto e cila është e destinuar për karroca, 3 kat, pra qendra për punë sociale në Viti nuk i plotëson kushtet për personat me aftësi të kufizuar, të cilët vinë për të marrë shërbimet sociale brenda kësaj qendre në Viti. Për me i sfidu me pamjet që i pam, kemi tentu me marrë përgjigje nga drejtoresha QPS-s me Rusha Ahmeti. Ajo është përgjigj në telefon për me dhonë sqarime pse gjendja e qendrës është e tillë. Jo, për momentin nuk kemi ndonjë sigurim që ndodhet, kështu që pauza jonë zyrtare është pritë të mbezë deri në oran 1, edhe gjithë zyrtarë ndodhen në qatë moment po shef. Në rregull. Janë pauzë, domethënë është zyrtare për të gjatë. Drejtoresh, une momentalisht jem në qendrën për punë sociale. Po. Në hymje nuk ka asnjë person. Do me thonë, zyret ishin të mbylluna, janë të mbylluna, po në katin e tretë ma atësa pash për shkak të punimeve që janë të u bo, do me thonë krejt dosjet janë në 2 dhoma. Pra, në qëtë moment, unë kom shku deri në katin e tretë, unë po ata qasje të letë për me brenda kësaj qendre për punë sociale, edhe me potencialisht me i pa dosjet cilat ju i keni trajtu. A i shdash me u leju që kjo qasje i letë ndaj qytetarëve të thjesht, për shembull? Fillimisht, objekti ndodhemi në pauzë. Kështu që edhe objekti si që edhe te pa është në renovim. Po, në rregull, pe kuptoj, po. Normalisht që nuk mundemi me pas ndonjë qasje tepër sigurisë, madje as për vetë individët që ndodhen atë, është pjesë e procesit renovimet. Okej. E procesin e dosjeve, e keni të digitalizuar apo e keni në dosje fizike? Varet të cilat procedura, janë një pjesë që janë digjitale, janë një pjesë vetëm procedurë fizike. Varet prej llojit të dokumenteve prej vendit që është trajtuar. Të dhjo që në kalumën procesi ka qenë fizik, edhe shumica dokumenteve janë në mbi 5 vite, edhe që ose shikomi me procedura ligjore mbi 5 vite e ka drejtën asgjësimit. Mirë po, me qënë se përmes komunës nuk kena arrit me kriju një marrëveshje me kompani që me asgjësu kanë met, për ndryshe ato dokumente janë irrelevante. Dokumentat relevante ndodhen në zyret e individëve që ushtrojnë profesionin dhe janë të mbyllura nëpër arkiva me qartë. Edhe kanë siguri jashtëzakonisht madhe. Përndryshe, ato dokumenta që jo pishene e kanë kalu periudhën mbi 5 vjeçare, që nëse shikomi me procedura kështu që nuk është diçka sekreta. Hapësirat, ka hapësirat të përshtatshme për punë drejtorese, nuk patëm qasje me i pa, po duhen atë faktën. A ka hapësirat të përshtatshme të punës? Na po e shohim që është në renovim. Po, për zyrtarët social. Po, për zyrtarët social, në që se shikomi zyret i plotësojnë standardet e hapësirës, edhe është në rregull. Edhe shkoku i privatësisë, ku zyrtari i shërbimeve sociale, shkoku i kompetencës, ndodhet vetëm në një zyre. Kështu që plotësohen, mirë po, që se shikomi infrastrukturën, është infrastrukturë e vjetër, ne duke shiko objektin, mirë po, sa i përket çështjeve teknike, kompjuteri, janë modelet matria, janë I5 dhe I7. Domethënë, kena arrit me siguru për një periudhë shkurt të gjithë mi pas kompjuterat e ri, madje ulësët i kanë përshtatshme, janë ulëse moderne, është një farpomje që ofron në kodër shërbimeve sociale, ku vendos disa piktura ku trajtojnë problematika ndryshme dhe japin mesazhe simptose edhe për cilin këshilla. Ndërsa sa i përket infrastrukturës, që është e vjetër. Edhe kemi pas pamundër ndonjë intervenim shkaku i financave dhe pajtona plotësisht që duhet një investim i brendshëm.